Gjatë ditës së sotme, pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të Brezshme Tetov, gjatë marrjes së masave dhe aktiviteteve për zbulimin dhe arrestimin e personave të cilët, siç e dini edhe vetë, kohëve të fundit lëshojnë alarme të rejme për bomba në shkollat fillore dhe të mesme në rajonin që mbulon sektori për punë të Brezshme Tetov, kanë arrestuar 3 persona nga një fshat i rrethinës së komunës së Bogovinës, të Brvenicës, kështu që personat në fjalë kanë pranuar se kanë kryer apo janë zbavitur me këto alarme të rreshme për bomba dhe janë mbajtur në stacionin policor Tetov për procedurë të mëtejme, pra të njëjtit në prezencë të prindërve, për shkak se bëhet fjalë për të mitur, po kryhet biseda zyrtare. Gjatë kohës kaluar pra para 2 javëve, u arrestuan edhe 2 persona dhe njëri prej të cilëve gjithashtu i mitur, kështu që sektori për punë të Brezshme Tetov pra përgatit parashtesa përkatëse dhe të njëjta do të dorëzohen deri në Prokurorinë Themelore Publike. Shfrytëzoj rastin të apeloj deri tek qytetarët, kryesisht tek prindrit të cilët kanë fëmijë të mitur, të cilët janë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, që të kontrollojnë mjetet e tyre digjitale, të mbikëqyrin çdo lëvizje të tyre për arsye se në këtë mënyrë fëmijët, duke menduar se zbaviten, ata krijojnë një huti tek popullata, krijojnë pasiguri tek nxënësit dhe shkaktojnë dëme si psiqike, sociale, edhe dëme materiale, pra siç e dini edhe se për çdo paralajmërim të bombave duhet angazhimi i gjithë sektorit për punë të Brezshme Tetov dhe kontrollimi të terrenit me qëllim të sigurohet pra siguri më e madhe për nxënësit nëpër shkollat. Gjithashtu në të ardhmen paralajmërohet masa edhe më rigoroze për shkak se nuk është lojë, pra çdo kush që mendon se bëhet fjalë për lojë, pra kemi të bëjmë me vepra penale, të cilat janë të dënueshme me ligj dhe për të njëjtat mund të dënohet edhe me burg. Kështu që në bashkëpunim dhe bashkëveprim me institucionet tjera komunale, arsimore dhe institucionet pra sociale do të merren të gjitha masat për zbarjen dhe ndalimin apo prevenimin e kësaj dikurie që kohëve të fundit ka marrë një hovë të madh. Pra këto të fundit kanë pranuar se duke u zbavitur kanë raportuar në numrin 112 pra rastin ku në një shkollë fillore të Tetovës gjatë ditës së djeshme ka të vendosur një bombë ku edhe ky alarm doli të jetë i rënë dhe pas marrjes së masave dhe aktiviteteve janë arrestuar personat. Nuk janë të njëjtit, por pra kemi raste të personave të ndryshëm që nuk janë të ndërlidhur njëri me tjetrin, pra 2 ishin nxënës të shkollave të mesme, kurse këta janë nxënës të shkollave fillore.